Ju përshëndesim zonja dhe zotrinj, juftojmë të nëndishtë, të flasim për aktualitetin, zhvillimet e fundit në vend. Më lejoni të prezentoj me njëherë të ftuarën e sotme. Kemi në lidhje direkte Risa Xhixho, deputete e Partisë Liris. Xhixho, faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Xhixho, ç'ndodh me parlamentarizmin në këtë vend? Nga njëra anë kemi kanë miratuar më herët që në nisje të sesionit një rregullore të re të parlamentit pa u konsultuar dhe pa marrë miratimin e opozitës, nga ana tjetër pa mundësia e deputetëve opozitar për të ushtruar të drejtën e tyre detyrimin gjithashtu kushtetues, artikulimin në sallën e kuvendit, aq sa opozita nisi edhe foltoret në terren çdo javë për të patur akses deputet dhe jo vetëm edhe qytetar, ndërkohë edhe pasi shprehet gjykata kushtetuese, majoranca duket se nuk dorëzohet, harton një draft të tjetër për rregulloren e kuvendit dhe çfarë shohim? Ulet minutazhi që kanë dispozicion deputetët nga 10 në 5 minuta, po jo vetëm, kërkohet edhe gjoja në kuadër të parafrimit legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian që të shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar. Çfarë po ndodh? Po, jemi në një moment ku parlamenti ka humbur çdo lloj kontrolli parlamentar. Kjo tashmë e pasqyruar në progres raportin e 2025-s, vazhdohet me arrogancën e një majorancë e cila ka humbur në fakt çdo legjitimitet për drejtuar vendin dhe në një situatë ku rregullorja jo vetëm nuk respektohet, jo vetëm që opozita ka kërkuar komisione hetimore, seanca me debat për shumë nga aferat korruptive të kësaj qeverie dhe nuk janë miratuar. Jo vetëm që në shtator ata shkrinë dhe komisionin e integrimit, edhe pse ky komision do duhet ishte fokusi kryesor për agendën europiane, ne quam, siç e tha dhe ju, në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese e goditi, dhe nga ana tjetër vazhdohet në të njëjtën linjë pa asnjë reflektim, duke cënuar, siç e tha dhe ju, të drejtën e fjalës opozitës. Në fakt, kjo është thjesht një konfirmim e atë që thot opozita, që cënimi i të drejtës së fjalës, mbyllja e seancave për 5 minuta me arrogancë pa asnjë diskutim që ne kemi parë si shfaqje antikushtetuese të kësaj majorance, është në fakt një shkatrim i parlamentarizmit, është kthimi i një parlamenti i cili është thjesht noter apo një ministri më shumë i kësaj qeverie. Dhe është për të ardhur keq që në një moment ku ndodhet vendi në procesin e integrimit evropian, kjo majorancë jo vetëm që ka cënuar rënd procesin e integrimit, pasi rasti më i fundit i çështjes Balluku, që në fakt është çështja Rama, kjo është shumë e qartë për të gjithë, e ka kthyer parlamentin në një bunker juridik, ku prej 2 muaj e më shumë nuk shqyrtohej kërkesa e prokurorisë speciale për heqjen e imunitetit të deputetes Balluku. Edhe pse prokuroria ka arsyetuar mjaft qartë në Këshillin e Mandateve që kemi një rrezik për prishjen e provave, kemi intimidim të dëshmitarëve dhe padyshim kemi agravim të çështjeve dhe hetimeve penale që po vazhdojnë ndaj zonjës Balluku. Mos harrojmë deklaratën shumë të fortë që dha kryetari i Komisionit Jashtëm në Parlamentin Evropian McAllister, i cili tha shumë qartë se çështja Balluku është test për qasjen e vendit tonë ndaj korrupsionit dhe test për integrimin evropian. Pra kjo majorancë jo vetëm ka dhunuar në mënyrë permanente parlamentarizmin, por është kthyer në një bunker juridik dhe në një mburojë politike ndaj zyrtarëve të lartë. Mos harrojmë që kanë sjellë dhe propozime konkrete për ndryshimin e kodit procedurës penale, 242, pikërisht për të hequr
pezullimin ndaj çdo hetimi apo ndjekje penale ndaj kryeministrit, ministrave, pra ndaj gjithë qeverisë, si një manovër e dëshpëruar e quaj unë, sepse pa dyshim që Edi Rama kërkon të fitoj kohë, po fundi është i pashmangshëm, dhe maska ka rënë, sepse ata që deri dje thonin që nuk do të bëhemi kur zyrë avokatie për asnjë deputet, asnjë ministër që hetohet apo është i pandehu në sfakt, sot në fakt janë sjell dhe po sillen si mburoja më e madhe juridike dhe bunkeri më i madh juridik, duke përdorur ato 83 mandate të cilat nuk kanë asnjë lloj legitimiteti sot që flasin, sepse moralisht kjo qeveri ka rënë, sepse skandalet e një pas njëshme tregojnë mjaft qartë që urdhëruesi i tyre ka qenë Edi Rama, që ka qenë në dijeni të çdo afere korruptive dhe që kanë cënuar sigurinë kombëtare, sidomos në rastin e Akshit, dhe kjo është fare qartë për gjithë qytetarët tashmë. Zonja Xhixho, përpos faktit që vjojnë bajnë në sirtar çështjen e imunitetit Balluku, ju thoni është çështja Rama. Trysnia e madhe e ndërkombëtarëve, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për ndryshimet në kodin penal për cilat folët ju pak më parë, por edhe fakti që nuk janë përmbushur, thjesht janë hapur grup kapituit sa i takon proceseve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe jo më kot, kërkojnë edhe ndryshimin e rregullores që legjislacioni i përshtatur të kalojë me procedurë të përshpejtuar. Ka hequr dorë nga integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i referohem edhe editorialit publikuar para disa ditësh në Gjermani për paktin dakordsi në Rama-Vučić që kërkojnë atë që s'është dëgjuar kur më parë, integrimi pjesëshëm pa të drejtë vetoje. E thatë shumë qartë, në fakt maskat kanë rënë. Procesi i integrimit dhe narrativa e kësaj qeverie me pasaportën europiane, me cilën propagandoi në zgjedhjet e 2025-s, në fakt ka rënë dhe jo vetëm me pengimin e drejtësisë, jo vetëm me çfarë po ndodh brenda shtetit shqiptar, duke mos plotësuar standardet e shtetit ligjor, demokracisë, e luftës kundër korrupsionit, luftës kundër krimit organizuar dhe mos flasim për zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe shumë nga çështjet deri te siguria ushqimore apo rendi publik. Nga ana tjetër, artikulli që ju cituat është në fakt pranimi që Shqipëria nuk është gati të plotësojë standardet për të qenë një anëtare me drejta të plota në familjen europiane. Dhe ai artikull ku dy autokratë dhe dy miq shumë të ngurë, si Rama dhe Vučići, ku bashkëpunimi i tyre, mos harrojmë, ka filluar që me çështjen e Open Balkan, ku në mënyrë të padrejtë punuan edhe kundër Kosovës, e cila nuk u bë anëtare kur e atij projekti dhe u dënua dhe u sulmua nga Bashkimi Evropian, sepse nuk ishte gjithë përfshirës për gjithë Ballkanin Perëndimor, por më falni, ishin interesat e dy individëve të vetëm. Pra, po flasim zonja dhe zotrin, ti japim kohë Xhixhos apo jemi në rregull? Pako. I japim pako Xhixhos, pra edhe njerë për të bërë një përmbledhje zonja dhe zotrin për çfarë po flasim tani në lidhje të drejt për drejt me deputeten e Partisë së Lirisë Erisa Xhixho, e nisëm me ndryshimet e rregullores kuvendit, me rrëzimin që i bëri gjykata kushtetuese, por edhe me këmbënguljen
e mazhorancës për ta ndryshuar përsëri, po hartojnë një draft të ri tashmë për të reduktuar minutat që kanë dispozicion deputetët në parlament, po jo vetëm edhe për të përshpejtuar procedurën sa i takon kalimit përshtatjes legjislacionit shqiptar me atë europian, dhe tani jemi ndalur tek proceset integruese të vendit në Bashkimin Evropian. Po Xhixho. Po, shumë vjet. Duke vazhduar, artikulli është shumë i rëndë. Pra praktikisht jo vetëm që planon që Shqipëria nuk është gati për vazhdimin e procesit integrimit në drejtat plota, por ofrohet një skenar ku ne heqim dorë nga çdo e drejt antarësimi për integrimin evropian, dhe ky integrim do të bëhet thjesht ekonomik dhe për Schengenin. Ndërkohë që gjithë filozofia dhe gjithë dëshira jonë për integrimin evropian është që ne së pari të bëhemi njësoj në standarde jetese, në standarde të shtetit së drejtës, në shtetin demokratik, në respektimin e drejtave të njerëzit dhe në çdo standard tjetër. Pra Bashkimi Evropian nuk është thjesht një bashkim ekonomik, por është bashkim vlerash dhe parimesh. Dhe skenari që po na ofrohet është jo vetëm në interes të qytetarëve shqiptar, por është një interes pragmatist i Edi Ramës në bashkëpunim me autokratin, mikun e tij të ngushtë Vučićin, të cilat nuk kanë të bëjnë absolutisht fare me interesat e shtetit shqiptar. Kjo është për t'i hedhur hi syve ndërkombëtarëve apo dhe shqiptarëve, dhe për të thënë që ne po antarësohemi pas një të drejtë, pas një standard, gjë që nuk funksionon kështu Bashkimi Evropian, pasi më së pari, nëse marrim pjesën e negociatave, kapitulli i parë që hapet është ai i themeloreve, që përfshin zgjedhjet lira dhe ndershme, përfshin shtetin ligjor, respektimin e drejtave të njeriu, dhe është ky kapitull që mbyllet i fundit. Jo rastësisht, sepse janë vlerat mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. Dhe në procesin e negocimit nuk shifet vetëm miratimi i ligjeve nga parlamenti, por zbatimi këtyre vlerave, parimi i këtyre vlerave. Dhe në qoftë se kthehemi në rasti Balluku, është rasti më i qartë që me të gjitha gjasat kjo majorancë nuk do t'japi dhe imunitetin dhe do të pengoj drejtësinë, duke rrezikuar në mënyrë eksistenciale ekzistencën e shtetit ligjor në vendin tonë. Që kështu çdo lloj makinacioni i kryeministit Rama në dëshpërime sipër nuk mund të penalizojë një vend të tërë që kërkon të bashkohet me vlerat europiane, por mbi të gjitha për të ndërtuar standardet europiane në vendin tonë. Zonja Xhixho, një tjetër temë shumë e rëndësishme për të cilën ju kam parë të investoheni shumë vërtetësisht janë pagat e mësuesve, një vit e gjysmë që marrin pagë më të ulët se kolegët e tjerë, ata kanë zhvilluar edhe protesta, janë drejtuar gjykatës kushtetuese e tjerë, depozituar në kuvend një amendament për sistemin arsimor para universitar, ndërkohë sa i takon projekt ligjit Evis Kushit, opozita thot se ka pa qartësi, kërkon diskriminim, ndërkohë drejtësia për mësuesit si do të vi, kur flasim për drejtësit të munguar në këtë rast, pagat të diferencuara, ku natyrisht ka dhe një dëm ekonomik aty financiar. Patjetër. Do me thënë një krizë të sistemit arsimor, në një krizë mësuesisht që ti e sot, ku ke me gishtat e dorë studentë që vazhdojnë për kimi, fizik, apo lëndë eksakte, dhe vetë mësuesit, jo vetëm janë më të keq paguarit në rajon si pas OECD-s apo raporte ndërkombëtare, po dhe cilësia në arsim ka një rënje drastike edhe në raportin e fundit të PISA-s, ke buxhetin më të ulët në rajon për sa i përket arsimin, por ajo çfarë ka ndodhur me VKM-n
e 2024, është ajo VKM-ja që u shpalosi, VKM-ja që do të rriste pagat e mësuesve, do t'i jepte një pagë dinjitoze, që padyshim këndvështrimin tonë është thjesht një indeksim i munguar dhe jo rritje pagat, pikërisht në këtë VKM, kjo VKM ka penalizuar mbi 11.000 mësues, po flasë për mësues që kanë 20-30 vite në sistemin arsimor, që janë diplomuar për para procesit të Bolonjës, dhe për këtë shkak, ata kanë marrë 2.000 dhe 6.000 lek të reja më pak se kolegët e tyre, në mënyrë antiligjore të padrejtë dhe e kemi ngritur këtë shqetësim, e kam ngritur në parlament, e ka ngritur sindikata e arsimit, ka shkuar në gjykatë kushtetuese, kanë bërë protestë para parlament dhe nuk u dëgjuan. Në momentin që zonja Zhuva dhe opozita mbështetin një iniciativë për të bërë pikërisht këtë rregullim në seancën e kaluar, e rrëzuan me mandatet e tyre të paligjshme dhe sollën një propozim nga zonja Kushi për të rregulluar atë që në të vërtet kanë shkaktuar vetë ndaj mësuesve. Propozimi që diskutuam dje në Komisionin e Arsimit, propozimin e zonjës Kushi dhe në Komisionin e Ligjeve, absolutisht ka probleme shumë thelbësore me formulimin, me diskriminimin që krijon ndaj mësuesve sërish, me kohë të plota apo ata që janë jashtë sistemit. Kjo e thënë jo nga mua, por nga jurist dhe nga antar të sindikatës që kërkuan të reflektojnë rregullimin dhe për ta bërë këtë amendim të qartë dhe jo për të krijuar një problem të radhës, dhe gjithashtu mësuesit kërkojnë dhe njohjen e kualifikimit të tyre për efekt të karrierës së tyre dhe për sigurinë juridike të punës së tyre, sepse e dim shumë mirë se si funksionon kjo majorancë, që për një ndibindje politike ti ikën nga puna, apo për një pak kënaqësi të një drejtori apo dikujt tjetër ti largohesh edhe pse ke vite të tëra në sistemin arsimor. Në amendimin që unë kam propozuar sot në parlament, kam kërkuar ato që në fakt është e drejta e mësuesve që për këtë penalizim që kanë mësuar për 20 muaj afërsisht, absolutisht që është detyrim i kësaj magjorance që ka bërë këtë gabim, ti dëm shpërblej dhe të paguaj pagat e pa dhëna ndaj mësuesve. Këtë ja thash dhe zonjës Kushi dje në komision dhe do ta diskutoj nesër edhe në seancë plenare. Nuk mund të vi majoranca sot dhe të bëj sikur është heroi mësuesve dhe thot ja, unë po rregulloj diçka. Çfarë po rregullon? Diçka që ti e ke gabuar vetë me qëllim, diçka që nuk ke dëgjuar për vite të tëra kur fliste opozita apo mësuesit, nuk mund vish tani të bësh hero, po së pari duhet kërkosh falje dhe të kompensosh gjithë pagat që nuk i ke paguar mësuesve që mezi përballojnë muajin, që përballen me situata shumë vështira në infrastrukturë dhe me klasa të mbi ngarkuara, me 2 turne në mes të Tiranës apo me klasa kolektive, dhe ke bërë profesionin e mësuesit të padëshirueshme për brezat e rinj, sepse nuk i ke dhënë atë që i takon. Këtë amendament kemi depozituar sot, por gjithashtu Partia e Lirisë ka depozituar sot dhe një projekt ligj, i cili vjen në një interes të qytetarëve, pikërisht për naftën. Uljen e çmimit karburanteve. Kemi dëgjuar, po, uljen e çmimit karburanteve është një shqetësim që unë e kam ndjekur në vazhdimsi. Është një propozim që ne kemi bërë edhe në legjislaturën e kaluar së bashku me zotin Vasili në momentin e agresionit rus në Ukrainë dhe ku pati një rritje shumë madhe të çmimit të karburanteve që u rrit dhe nuk ul më, dhe jo vetëm, ndërkohë që në gjithë vendet u ul. Dhe jo vetëm, se natyrisht pati rritje çmimesh edhe sa i takon produkteve të tjera të shportës kryesisht. Një rritje çmimesh që Rama e ka paralajmëruar sërish kur foli për rrezikun e çfarë ndodh në rendin botror,
foli sërish për rritje çmimesh, ndërkohë ju kërkoni me projekt ligjin e propozuar sot uljen e çmimit karburanteve. Po, dhe po të marrë disa të dhëna. Në Shqipëri, qytetarët paguajnë 1,83 euro për litër. Në Kosovë, 1,18 euro për litër sot që flasim. Në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi, 1,27 euro. Pra, kemi çmimin më të lartë të karburanteve, dhe kjo ndodh sepse 60% e kostos të naftës janë taksa, janë TVSH, janë aksiza. Atëherë çfarë themi ne? Ne themi të paktën deri në mars 2028, por që mund të lihet dhe pa limit, të kemi një pezullim të taksës së qarkullimit dhe taksës së karburantit, në mënyrë që të ndikojë në mënyrë të menjëhershme në çmim, të ndihmojë qytetarët, të ndihmojë bizneset, të mos afektoj rritja e çmimeve të karburantit, jo vetëm që është e lartë tani, po nga ekspertët nga Konfindustria që ka paralajmëruar dhe dje, pritet një rritje me 20 lek. Pra, ne duhet të përgatisim një paket emergjence për këtë situatë të cilën do të na afektojë. Ne propozojmë këtë projekt ligj, absolutisht është në diskrecionin e parlamentit, e legislatorit, për ta ndryshuar, për ta rregulluar, për ta adresuar në mënyrën më të mirë. Nuk afekton buxhetin e shtetit, sepse për shkak të rritjes së çmimeve kemi rritur TVSH, kemi shumë të ardhura. Se kur ka të ardhura miliona euro për tunelin e Llogaras, për Akshim, për Duranën që s'paguajnë asnjë taks edhe janë klientët e qeverisë, ky parlament do duhet marrë një vendimarrje në dobi të qytetarëve. Ne propozuam edhe uljen e TVSH-s për ushqimet, nga 20% që është shkonte 5%, erozion në mënyrë arrogante dhe të papërgjegjshme, një politikë që vetë kishim premtuar në 2013 për ta çuar zero taksën e TVSH-s për ushqimet, por ne nuk do ndalemi, sepse këto janë projekt ligje dhe iniciativa në ndihmë të qytetarëve. Xhixho, do të dëshiroja shumë të ndalemi së fundmi edhe në atë që ju e keni konsideruar alarm kombëtar me të drejtë, dhe do ndalemi tek shëndetësia, keni kërkuar madje interpelancë edhe me Ministren e Shëndetësisë, dhe teksa ju dëgjoja të flisnit, mendova që do të vieshin iluzionisht, mendova se do të vieshin gjithë mekanizmat e mundshëm në dispozicion, se do të ngriheshin helikopter si kryeministri kur shkon bën vizita në zonat të ndryshme të vendit, po jo sa i takon urgjencës së pacientëve të zonës juglindore, duket se nuk ka asnjë reagim. Shembja e segmentit të rrugës në Dragostunj ka lënë qindra qytetar, pacient me hemodializë, të sëmur, onkologjik, persona me ndërhyrje të planifikuara apo emergjenca akute të izoluar. Kjo është një emergjencë kombëtare për faktin që 1/3 e vendit është e izoluar, janë gjetur zgjidhje të cilat nuk janë zgjidhje, dhe kjo nuk është absolutisht një fatkeqësi natyrore, por është pasojë një korrupsioni qeveritar, dhe gjithë ekspertët e kanë pranuar faktin e problematikës gjeologjike në ato zona, të tenderave korruptive dhe çdo gjë tjetër. Çështja është që jemi në një situatë ku atje janë të sëmur, janë persona të cilët do duhet të lëvizin sepse kanë të planifikuar seancat e kimioterapisë, kanë të planifikuar ndërhyrje kirurgjikale, dhe absolutisht që duhet adresohet sa më parë. Deri më tani në gjithë komunikimet që ne kemi me qytetarët, në shqetësimet që ata na kanë dhënë, nuk ka asnjë zgjidhje, por vetëm zgjidhje personale, ku mbi 9 orë udhtojnë për të marrë një shërbim. Kjo nuk mund të rrinë në heshtje nga ana e ministrisë, por do duhet marrë një përgjigje institucionale dhe përgjigje konkrete për masat që po merren ndaj këtyre qytetarëve. Ndaj kam thirrur këtë interpelancë me Ministren e Shëndetësisë, jo vetëm, kam kërkuar dhe sqarime për raportin e fundit të KLSH-s për barna tumorale, sepse sipas këtij raporti 46% e barnave nuk janë importuar asnjëherë në vendin tonë, se kemi të bëjmë me barna të skaduara që i jepen pacientëve në spitalin onkologjik,
pse nuk kemi brakiterapi, një pajisje shumë e nevojshme për luftën ndaj kancerit ginekologjik, me që jemi dhe në prag të festave të 8 marsit, dhe ndërkohë Ministri e Shëndetësisë tek një kolegu juaj para disa javësh pranon që brakiterapia do të vihet në funksion në fund të 2026. Po si mund të presi një pacient tenderin e radhës apo propagandën e radhës së ministrisë? Si mund të presi një zonjë, një grua që ka kancer ginekologjik dhe nuk ka mundësi për të trajtuar? Kjo qeveri që thoshte që shëndetësia është falas, që flasin për standarde europiane, ku as parkim s'kete që SUT-ja. Gjithashtu kam adresuar shqetësimin e neurologjisë, ku nuk kemi mjek për ndërhyrje të posaçme për qytetarëve. Dhe nga ana tjetër kam kërkuar dhe sqarim për PET scan, sepse nuk ka PET scan ende onkologjiku, dhe nga ana tjetër çmimin e ilaçeve. Çmimet e ilaçeve janë rritur, po zonja ministre... Edhe për këtë Xhixho nuk ishte informacion, ministria. Po, nuk jam sëmurur dhe nuk di çmimin e ilaçeve. Ministria e Shëndetësisë. Përgjigja e ministres, komplet e papërgjegjshme si përgjigje. Xhixho, ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim së bashku. Faleminderit juve. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Ishim me deputeten e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, ju e keni ndjekur, jo vetëm kemi diskutuar sa i takon aktualitetit, po kemi informuar, besoj, qytetarët për shumë problematika dhe nisma ligjore, projekt ligje të opozitës adresuar Parlamentit të Shqipërisë. Ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.